22 mars i kaloi. Të vetmi ndryshim që pam ishin flamujt amerikanë zvendësuar me ato gjermanë. Kuptohet që në protestën e radhës do jenë zvendësuar edhe gjermanët me flamujt grek. Unë i kuptoj drejtuesit e bazës, të cilët raportonin me pathos se kush ka 1000, kush ka 2000, kush ka 300, kush ka 400, e me radhë nga gjitha rrethet. Në fakt ajo protest dëshmoi sa anemike dhe e rënë në numër ishte këtë herë. Për të mbuluar këtë, Molotovi vazhdoi me shumicë. Por dua t'ju them një gjë, të gjithë atyre që besojnë akoma se këta dorëzojnë Ramën. Të njëjtët njerëz po na propagandojnë ndryshe në vitin 2026 se janë këta ata që po luftojnë korrupsionin. Në fakt janë po të njëjtat fytyra që në 2013 na dhanë atë rezultat katastrofik. Unë dua t'ju bëj thirrje që të gjithë intelektualët, të djathtët e vendosur, populli i lirë duhet bashkohet bashkë dhe të prodhojë një elitë të re. Ajo elitë do të jetë një alternativë ballafaquese me qeverisjen e sotme dhe të marrë frenat e pushtetit në 2029. Kuptohet që 2027 do sjellë shumë gjëra të reja, sepse kjo lloj opozite e atrofizuar me një lider të lodhur nuk mund bëj asgjë. Thjesht zgjat agonin ton dhe çimenton pushtetin e rilindjes.